Shikues të nderuar, përshëndetje, jemi përsëri me gjurmët, ndërsa sot do të ndalemi tek një temë shumë e bukur që ka shumë për të dhënë. Do të flasim sot për 7 marsin, që po na afron, na ndan vetëm një ditë nga kjo festë e madhe për të gjithë mësuesit në të gjithë vendin. Andaj neve sot ja dedikojmë këtë emision të gjithë atyre që kanë sakrifikuar vite me radhë për t'ju dhënë fëmijëve më të mirën, edhe sot neve kemi kënaqësinë për të sjellur deri tek ju dy të ftuara shumë speciale që do na japin këndvështrimet e tyre për nga përvoja, por edhe nga gjithë ajo që kanë kaluar në ndër vite. Dhe do të flasim për këtë profesion duke marrë parasysh të gjitha të mirat, por edhe sfidat që vijnë bashkë me të. Kam nderin që sot kam të ftuar pedagogen e specializuar, mësuesen Rabia Osmani dhe arsimtaren Arbnora Shabani. Mirë se erdhët në Alsat. Shumë kënaqësi ju kemi sot. Faleminderit që ndat kohën, edhe ja u kushtojmë këtë emision juve, por edhe të gjithë mësuesve që na shohin dhe festojnë nesër këtë festë. Do ta fillojmë me juve, zonja Rabie. Sa vite keni në profesionin e mësueses edhe si e kujtoni fillimin tuaj në këtë rrugëtim të bukur? Njëherët ju faleminderit për ftesën. Më lejoni që në fillim të përshëndes gjithë mësimdhënësit anë të botës që gjenden mësimdhënësit shqiptar. Dhe uroj festën e 7 marsit, po edhe 8 marsit të gjinisë femrore, e kemi afër. Uroj që kjo festë të festohet gjithmonë, të jetë e përjetshme dhe të arrijmë sukseset që ne i dëshirojmë për ardhmërinë tonë. Unë jam si mësimdhënëse mbi 22 vjet, kam përvojë pune dhe është një profesion të cilën kërkon, është një mision në fillim, që ne duhet të realizojmë nëpërmes zhvillimit tonë, duke arritur qëllimet për t'ia përcjellë gjeneratave të reja që të arrijnë të pajisen me dije, shkatësi dhe shprehi, që ato përvojat të aplikojnë në jetën e përditshme. Si e filluat rrugtimin tuaj në këtë profesion? Rrugtimi im ka qenë në hapat e para të Universitetit të Tetovës, ku do të filloj prej këtu, pastaj do të ndërlidhe me profesionin, ku si studente kemi qenë të pajisura me teori të bollshme në kohët në hapat e para, ne dim se sa e vështirë ka qenë në atë kohë studimet, kështu që hapat e para si mësimdhënëse kanë qenë goxha të vështira, për shkak se teoria në të cilën unë e kisha marrë, më mungon të praktika. Dhe edhe pse kisha shumë entuziasëm, shumë dashuri për profesionin, mirë po kishtë si çdo mësimdhënëse, shpeshherë ju them, vetbesimi do të ekzistojë, pa marrë parasysh, vetbesimi pak më i ulët, edhe disa tjera që shpeshherë hasen në profesion, por falë mësimdhënësve, kolegëve të mi, të cilët gjithmonë kanë ndetë afër, na kanë ndihmuar, na kanë ngërshetuar praktikën me teorinë të cilën ne i morëm në atë kohë, që ka munguar nga që na ka munguar dhe një vit kaloi ajo sfidë, dhe kështu e kujtoj profesionin tim ditët e para, në të vitet e para të punësimit. Sa e bukur kjo, edhe kur e ke për krajin edhe të kolektivit, edhe mbështetja që të vjen nga nxënësit më pas, është krijohet një simbiozë shumë e bukur. Arbnora, të ndalemi pak te ti, ndër tani të them të paktat arsimtare që ligjeron në matematik, për shkak se një profesion shumë i vështirë dhe jo të gjithë e synojnë si profesione, sidomos të praktikojnë më pas edhe në mësimdhënie. Çfarë do të thotë për ty të festosh festën e 7 marsit si një arsimtare e re? Fillimisht se unë dua t'ju falenderoj për ftesën dhe t'ju uroj të gjithë mësimdhënësit shqiptar për këtë ditë kaq të veçantë, posaçërisht arsimtarët e mi, sidomos ata të matematikës që më kanë motivuar të jem ajo që e cekët ndër të pakta që kemi studiuar në këtë drejtim. 7 marsi si një mësuese e re më bën të reflektoj me krenari dhe përkushtim për profesionin që ushtroj. Gjithmonë, prej kur kam filluar të punoj, edhe pse është pak vite eksperiencë, kur vjen koha e 7 marsit, e kuptoj çfarë ndjesie kam pasur më parë mësimdhënësit tanë kur ne shkonim t'i uronin ata. Tani është një ndjenjë shumë e veçantë kur vinë nxënësit dhe të urojnë urime 7 marsin, kjo të bën të kuptosh se sa i rëndësishëm është profesioni që ushtroj. Dhe çfarë dashurie fitojmë, po ashtu
të bën të kuptosh se lë një ndikim shumë të madh në breza që vinë më pas. Sigurisht neve përmendim vazhdimisht për shkak se shumë shpesh në emisionet tona ja kushtoj mësuesi arsimit në përgjithësi edhe zakonisht pikëtojmë ato pjesët negative dhe të gjitha sfidat me të cilat përballet sistemi ynë arsimor në vendin ton. Mirë po nga ana tjetër shumë e rëndësishme roli që keni ju si mësimdhënës edhe atë që jepni për nxënësit dhe për brezat e rinj. Kur kuptove për herë të parë që dëshiroje të përvetësoje këtë profesion, pikërisht të japësh mësim në profesionin Tani them të drejtën. në drejtimin e matematikës? Çdo herë potencoj që për drejtimin e matematikës kam qenë e sigurt që do ta vazhdoj, por që do bëhem mësimdhënëse nuk e kisha menduar ndonjëherë. Momentin kur kam kuptuar se në rregull ky profesion më përket dhe dua ta bëj, është kur kam filluar të bëj praktikën, të cilën e përmendi mësuesja që ju ka munguar, të ne për fat kishim mundësi që gjatë studimeve të praktikojmë atë që e mësojmë dhe aty e kuptova që në rregull mund të vazhdoj ta bëj këtë punë. Shumë e bukur kjo. Edhe kjo tregon edhe rëndësinë që ka praktika, se shpesh ende fatkeqësisht përballen shumë student me këtë mungesën e praktikës në përstudime që nuk e dinë nga t'ja mbajnë për shkak se e kanë si mungesë në rezumen e tyre. Zonja Rabie, çfarë ju mbajti të motivuar? 22 vite thatë apo jo? Përvoj gjatë gjithë këtyre viteve. Motivimi më i madh i nxënësit. Gjithmonë përparimi më i vogël i nxënësve, unë ju them kështu, nëse ne sot jeni më mirë se dje, kjo është një motivim për mua. Do të thotë se çdo ditë motivimi njëra pas tjetrës të shtyn që të duash profesionin dhe të përkushtohesh me shumë dashuri, me shumë pasion dhe të arrish të zhvillosh kompetencat e nevojshme. Motivimi i shtyn këto. Gjithmonë nxënësit është ai prioritet që të shtyn të motivohesh, të vazhdosh, sepse ka nevojë të ndryshosh nga tradicionalja në bashkëkohoren, kështu që gjithmonë nxënësi është motivimi i çdo mësimdhënësi. Shumë e vërtet kjo edhe është shumë mirë kur e merr vlerësimin për punën që bën edhe shumë ku ka më mirë se sa të marrësh atë pikërisht prej atyre për të cilët punon vazhdimisht edhe keni punuar ndër vite. Cili ka qenë momenti më i veçantë, po edhe ai më i vështirë gjatë këtyre viteve përvoj në arsim, në mësimdhënie, për shkak se neve, festojmë për 7 marsin edhe jemi këtu për të përmendur simbolikën edhe bukurinë e kësaj feste, mirë po të tregojmë pak edhe anët sfiduese. Të them të drejtë, momentet e veçanta gati se çdo ditë. Ndonjëherë diçka e vogël e bën një moment shumë të veçantë, por momentet e veçanta kanë edhe raste të vështira, ato gorshetojnë, prandaj nuk mund eksaktësisht të numëroj, sepse janë shumë momentet të veçanta, por edhe momentet të vështira. Unë të veçoja disa nga momentet në të cilet me të vërtet kanë qenë sfiduese. Një ndër to është realizimi i dramës Lulja dhe Shega në nivel komunal. Ka qenë një ëndër për mua si mësimdhënëse që të realizoj një dramë në nivel komunal, por ka qenë dhe sfidë e vështirë. Për shkak të mungesës së mjeteve, të përkrahjes. Si ndodh zakonisht të institucioneve. Dhe derisa ka qenë, një moment që në vetë vërtet unë jam emocionu, por derisa ka arrit të dale në binë, ka qenë një moment shumë i vështirë. Momentet vështira tjera ne hasim çdo ditë. Po edhe të lumtura do të potencojnë ndryshimet në pandemi që ndodhen 2021, filluam me aplikimin e konceptit të ri, të mos marrë shembuj të tjerë, po këto që janë më të fundit, kanë qenë momente të vështira, por edhe për mua edhe të mira. Pse e them këtë? Për shkak se ishte një kohë shumë dinamike, që ne duhet të bëshim nga programet, të bëshim realizimin për programet, dhe më thënë për përgatitjen e planeve për realizim të programeve mësimore në të gjithë lëndët, veçanërisht të gjenatës së parë 2021, ku ma është desht për 5 ditë rekord. Para fillimit të shtatorit të përfundoj programet, planet për klasët e 4, ka qenë shumë sfiduese, shumë ngarkes, mirë po ka qenë edhe vlerësuese. I falenderoj gjithë mësimdhënësit, të cilët unë jam mundur të shpërndaja çka e kam bë, po vlerësimin që kam marrë nga to,
nuk ka qenë 1 vit, kanë qenë 2 vite, 3 vite, ka vazhdu ajo rutina, ndihma e njëri tjetrit, por vlerësimet ose një faleminderit që kam marrë nga to, për mua ka qenë shumë e madhe. Ka edhe momente të tjera, po mendoj se këtu mjaftojnë vetëm 2 shembuj. Se shpesh herë ne harrojmë se sa e vështirë është të mbash edhe përgjegjësinë edhe të gjithë dinamikën që ka ky profesion në vete dhe shpesh e shoh se e nënvlerësojmë si profesion. Sa do kudo, e nënvlerësojmë, nuk e japim vlerësimin e duhur neve që jemi nga jashtë edhe nuk e dim se si funksionon sistemi nga brenda, por përgjegjësia e di që është e madhe dhe përkushtimi është i madh sigurisht. Arbnora, me që jemi tek momentet e veçanta, nuk dyshoj se dita jote e parë si mësimdhënëse ishte një moment shumë i veçantë për ty, si e kujton atë ditë? Normalisht mund të mbetet edhe si një nga momentet më të veçanta, të kthehem në atë ditë, kujtoj që ka pasur përzierje emocionesh dhe të kujtosh se në secilën klasë ka dinamika të ndryshme, si do të përshtatem, si do të kaloj, a do të më pranojnë nxënësit. Jo ka qenë paksa sfiduese, mirë po sado që themi mësuesët e reja e kanë të vështirë, ne kemi edhe një plus shumë të madh, se kur paraqitemi te nxënësit si erdhe një mësuese e re, na shohin që me të vërtet jemi të reja dhe në moshë, është më e përafër dhe shoh që nxënësit na pranojnë shumë mirë. Kjo paksa ma ka lehtësuar atë moment, po prapë se prapë më bën ta kujtoj si një nga më të veçantit. Sa është e vështirë, se sigurisht të shohin si më të re, po për ty sa ishte e vështirë që të adaptohesh me nxënës të grup moshave kaq të reja, si e përjetove në fillim? Nuk ishte shumë e lehtë, po prapë them ka ndihmuar shumë ajo pjesa që të vendosem në nivelin e fëmijëve. Sikur të jem edhe unë mosha e tyre, të kuptoj këtë botën e teknologjisë, rrjeteve sociale, jo t'i lejoj t'i përdori, mirë po vetëm t'ju thema që në rregull unë ju kuptoj, po tash jemi te mësimi. Kjo ma ka lehtësuar punën shumë. Po. Jam adaptuar tamam me nivelin e tyre dhe kemi fituar një bashkëpunim shumë të mirë. Edhe të dojnë shumë, nuk dyshoj. Ta heqim modestin pa. Shumë e bukur kjo. Para se të vazhdojmë tutje me diskutimin ton, do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar me diskutimin ton. U rikthyem përsëri në studio, vazhdojmë diskutimin ton për simbolikën e 7 marsit, por edhe sfidat që vinë së bashku me këtë profesion. Tani të ndalemi pak tek përvoja juaj edhe njëherë. Si ka ndryshuar shkolla edhe mënyra e mësimdhënies, ndoshta prej momentit kur keni nisur ju deri më sot? Ku e gjeni dallimin më të madh? Dallimin, shkolla ka ndryshime. Janë 22 vjet, domethënë mbi 2 dekada. Në momentin kur jam punësuar, ka qenë mësimdhënie tradicionale. Tani kemi mësimdhënie bashkëkohore, shpresoj që në ato hapërime shkojmë. Ndryshimi i sistemit arsimor filloi në vitin 2026 me konceptin që ishte radikal për mua, personalisht. Sistemi nga 8 vjeçarja kaloi në 9 vjeçaren, pastaj patëm një ndryshim tjetër, modelin e Cambridge-it, dhe kjo e fundi, domethënë koncepti i ri i 2021. To kanë qenë 3 ndryshime rrënjësore në sistemet arsimore, ku shkolla ka evoluar, ka ndryshuar në konceptin 2006, që thash edhe për mua është një ndryshim thelbësor nga ajo tradicionalja në bashkohore. Sigurisht, Ndryshuan nga qëllimet e nxënësit, mendoj se qëllimet ishin nivelit më të lartë nga ajo që u punësova në fillim. Pastaj pat vështirësi, peripetësi, kam qenë mbarse sistemit 9 vjeçar, edhe atë kohë kemi pas shumë vështirësi, për shkak se programet na dishin me 3 muaj me vënes, duhet nxënësit pa libra në deri në gjysmë vjetor, duhet gjindeshim. Ajo gjenerat ka qenë gjenerat e sakrificës për mua. A është shumë përgatitena, mirë po, ka pas edhe anët shumë pozitive në konceptin 9 vjeçar, nga ajo që thamë kaluan nxënësit nga 8 vjet në 9 vjet, pa digitalizim, çdo mësimdhënës, çdo nxënës kompjuter, laptopat të vegjëli, librat kaluan nga libra fizik, kishim edhe libra digitale, dhe pse në sistemin e ri thuan libra digital, thënë ekzistojnë prej vitit 2007 të themi. Pastaj
pat ndryshime tjera nga mësimdhënia që ishte, edhe pse ende mësimdhënësi ishte në qendër, por filluan aktivitetet me sistemin e Cambridge-it, u aktivizuan më shumë aktivitetet e nxënësve, nga qëllimet kaluan në objektiva, edhe atëherë kishim mësim në gërshetim të lëndëve, ose ku bazë ishte shkenca ose shoqëria. Në bazë të saj bëje edhe plani, por çdo sistem ka pas anët pozitive për mua, për shkak se çdo ndryshim është për të mirën e fëmijëve, edhe ki fundit që shkollat që kanë ndryshuar, me thënë tentohet nxënësi në qendër të jetë, që është një anë shumë pozitive, duhet përgatiten aktivitetet e nxënësve ose që janë parapar nga Biroja për Zhvillim të Arsimit që i kemi në programet, nxënësi do të thënë të realizojë aktivitete në qendër të jetë, të zhvillohet të menduarit kritik, mësimi diferencial, eksperimental, problemor, kam filluar edhe klubet në përshkolla të themelohen më shumë. Ka një ndryshim, jo se s'ka lëshime, ka probleme plot. Sa efikas janë këto ndryshime, sa rezultate kanë dhënë këto vite? Këto vite, dhe më thënë, në bazë, nëse ne marim, këto ndryshime duhet të hulumtohen, të jemi të sinqerë, dhe më thënë, çdo ndryshim duhet të hulumtohet, dhe çdo ndryshim nuk duhet të jetë ad hoc, tani për tani, dhe duhet planifikohet, likohet gjatë, për disa gjeneratat, përgatiten, pajisen, bëhet pilotim, pastaj të aplikohen tek nxënësit, në praktik të përgatiten mësimdhënësit, të zhvillohen në kompetenca profesionale, e tani sa janë efektive. Ende kemi vështirësi, efikasitet ka përparim. Krejt është edhe individuale, mendoj se mësimdhënësit në bazë të zhvillimit të kompetencave profesionale të tij, edhe mundohet edhe në mënyrë qasja të jetë sa më efektive. Por ndosë që duhet më tepër të ketë trajnime për mësimdhënësit që këto zhvillimet të kompetenca, të zhvillohen kompetencat profesionale të tyre, ati ku ato kanë nevojë. Jo, nëse unë ti ku ndi, dhe më thënë, teknologjinë di ta përdor mirë, po ndoshta kam nevojë për përdorim të teknikave, të trajnojmë në atë pjesë, ose për mësim problemor, ose për mësim eksperimental, ose një që haset në terren dhe shpeshherë diskutohet, se si të kemi qasje me nxënësit nafsi të kufizuara, të veçanta, barazia gjinore, ka shumë sende të cilët për qenë efektiv është mendimi im fjalë e madhe. Prandaj, dal nga dalë të përparojmë. Ajo është e rëndësishme se shumë shpesh të neve shohim se vetëm vinë ligje, vinë ndryshime që duhet mësimdhënësit të adaptohen shumë shpejt edhe jo gjithmonë ato ndryshime të shpeshta dhe të shumta japin rezultat. Nuk ka kaluar shumë kohë kur kam pas këtu një edukatore speciale që më thonte se ligji i inkluzionit edhe të kesh nxënës me aftësi të veçanta në mësimdhënie me nxënës të tjerë është e vështirë për mësimdhënësit të adaptohen me të tilla ndryshime se kërkohet normal një specializim ndryshe dhe është jo gjithmonë këto ligje të shumta, të shpeshta që tentojnë të sjellin efikasitet e arrin qëllimin e tyre. Po teknologjia në këtë pjesë e përmendëm vazhdimisht. Si e sheh punën e teknologjisë? Është bërë pjesë e jona shumë e madhe, shumë e pranishme. Jam i tari teknologjisë, të them të drejtën, teknologjia ma lecon jetën, dhe realisht na lecon jetën, por jam i tare e gërshetimit të teknologjisë me librin ose libri është i vjetër dhe do të ngelet derisa të ekzistojë njeriu, prandaj duhet qasjen të kena në libër, por duhet i gërshetojmë. Pasi fëmijët, teknologjia është revolucion, ai tani ka shumë sende tjera, por ne duhet, edhe ne si mësimdhënës të kemi trajnimet adekuate. Unë kam menduar se jam e përgatitur për teknologji, ose për përdorim të lojrave matematikore, ose lojrave digitale, se përdora një nocion jo të mirë. Së fundi pata një trajnim, ku kisha përgatit disa herë lojra digitale, mirë po nuk e kisha ditë se ende këm pas nevoj për trajnime, se mungojshin informatat kthyese, se mungojshin motivimin nxënësive, shumë sende të cilët për ta bërë një orë shumë ma efektive, ma atraktive, dhe digitalizimi duhet
të ekzistoj. Ta mundëson, Ta në mundësoj. qasje më të lehtë. Mu vjen keq se në Djemi 21 në fut libri digital, dhe tani tuan se është libri digital, jo, kjo liber PDF, nuk është digital, librat digital ishin me zë, më thënë, besoj që krejt gazetarët i kishin, ose aktor, ishte zë i mahniqëm, kur lishohi me zë pjesa e njësis mësimore, pyetjet, kvize, fotografi, na leconte edhe neve punën, mirë po, bënte edhe, kam bën një ullumtim për librin digital, anët pozitive dhe negative, ka edhe negativitetet, por tani këto libra që tuan digital janë libra PDF, nuk i kanë këto... Nuk i mbushin kushtet për të qenë. Që janë. Tani ndoshta ka edhe shumë për të folë për digitalizimin, por mendoj se mjafton... Me kaq po, për sot po. Realisht nevojitet një temë shumë e gjerë dhe një emision i tërë për t'ju përkushtuar vetëm këtyre specifikave që kanë ndikim shumë të madh tek nxënësit tanë, po edhe tek mësimdhënësit. Edhe varësi. Sigurisht. Arbënora, çfarë metoda përdor ti për të bërë lëndët më atraktive, lëndën mësimore më atraktive për studentët, se matematikën jo të gjithë e duan, ta kemi të qartë. Unë nisem prej vete, se kam pas shumë problem, nuk i doja orët e matematikës. Si i bën nxënësit për vete me... Kjo nuk është diçka që nuk kam dëgjuar se çdo ditë. Tani do ndërlidhem të ajo që e përmendëm më herët, është pjesa e teknologjisë që na lehtëson shumë këtë pjesë. Mundohemi vazhdimisht të bëjmë lojra nxënësve, aktivitete të ndryshme, të përdorim metodën aktive, që tani më është aktualja, nxënësit i ndajmë në grupe, se cilit është dëshira e fëmijëve që të ndodhen në grup me shokun. Dhe kur punojnë aty, të mos keq përdoret ajo pjesa e grupit, por të punohet për qëllim të mësimit. E vërrej që ka anën pozitive puna në grupe, metoda diferenciale e mësimdhënies është një që i motivon nxënësit të shohin vetën deri ku janë dhe të arrijnë më shumë, po më së shumti që ndikon është pjesa e aktiviteteve. Sigurisht. Dhe lojrave në fund. Zakonisht zhvillohet mësimi, në fund bëhet ndonjë aktivitet që lidhet me ndonjë quiz, si për shembull, përdorim quizet të ndryshme e kështu. Çfarë sakrificash kërkon ky profesion? E përmendëm që nuk është e lehtë ti jesh mësuese dhe nuk vlerësohet sa duhet. Besoj se ky profesion është sakrificë në vete dhe kërkon shumë kohë, përkushtim dhe energji. Besoj se më shumti që duhet të sakrifikojmë pjesën e kohës është në atë pjesën jashtëmësimore, ku duhet të planifikohet pjesa tjetër. Tani me metodat e reja nuk mund të shkosh para fëmijës e di unë këtë njësi dhe do ta them, sepse fëmijët i marrin informacionet nga rrjetet sociale dhe ndonjëherë janë shumë të përgatitur të bombardojnë me pyetjet e tyre dhe ne duhet patjetër të jemi në një nivel pak më lartë dhe domethënë kjo është sfidë që duhet i përshtatemi, t'i përkushtojmë sa më shumë kohë, po edhe një që është personale imja, po besoj që pajtohen edhe kolegët, pjesa administrative. Për mësimdhënësit besoj që merr shumë kohë dhe të harxhon atë energjim personale që të njëjtën mund ta shfrytëzosh tek fëmijët, jo të mbushësh letra. Sigurisht, e kam dëgjuar shpesh këtë pjesë nga mësimdhënësit që kjo pjesa administrative i bombardon me shumë punë edhe ta humb disi fokusin, po për ju cilat janë sfidat më të mëdha të mësuesisë sot? Sfidat më të mëdha të mësuesisë janë, domethënë, ka shumë sfida. Mbaret se cila i kemi prioritet. Ju thash, në varësisht nga gjenerata, ka edhe prioritetet të veçanta, sfiduese që janë. Po, zakonisht duhet t'i shona se çfarë kemi nevojë për nxënësit. Nëse ne ato janë sfiduese për ne, atë duhet, si që ta kolegja, paraprakisht duhet përgatiten apo marrë parasysh moshën që kanë pyetjet nga më të ndryshme. Shembull, një ndër sfida që do ta veçoja unë për vete në ciklin e ulët, po edhe për ne të rriturit, është të mësuarit socio-emocional. Nuk është vetëm inteligjenca, është edhe inteligjenca emocionale shumë e rëndësishme. Për të arritur ju me kaq veçbesim të udhëhiqni këtë emision, duhet t'i posedoni këto veti. Dhe është e vështirë. Ne duhet të përgatiteni prej këtu. Një ndër sfidat që unë tani ja kam vendos veten është të punoj më shumë me nxënësit në këtë aspekt. Tjetër sfida ka, edhe pse mundon të zhvilloj kompetencat,
kemi shembull mësimin e diferencuar, kemi nxënës që ke nevojë sfiduse edhe për qëndrimin nxënësit. Në sfiduse, di nxënës se ka përqendrimin më shumë se nuk e them unë psikologët, përqendrimi i fëmijëve është 7 minuta ose më pak. Duhet të përdorim loja, forma, mënyra, si ta mban nxënësin të motivuar dhe të ketë përqendrimin në orën që ti e realizon. Tjetër kemi, ju thash, nxënësit me aftësitë kufizuara është sfiduse për ne si nxënësit. Nuk jemi të përgatitur, duhet mbahen trajnime, duhet të përdorin të na pajisin, sepse ajo është e domosdoshme për ne. Duam apo s'duam, dhe është sfiduse. Po sfiduse edhe edukatorit speciale që vinë me nxënësit, edhe mësimdhënësja, edhe për atë është sfiduse, për edhe për këte. Parazia gjinore, kushtet, krejt janë sfiduse, por kur është motivimi dhe dashuria për punën që e bën me pasion, i te kalon sfidat. Gjithmonë është fokusi tek nxënësit dhe sfidat të duken sikur po mësohesh me sfida dhe nuk i llogarit më sfida, i llogarit si punë e zakonshme, çdodiçme që duhet të përgatitesh për të. Dhe ajo të mba në këtë profesion, se kam dëgju vazhdimisht që asnjë gati sa asnjë mësuese nuk shkon aty për përfitime materiale ose për mënyrën se si trajton edhe vetë sistemi, po shkojnë nga dashuria që marrin prej nxënësve dhe ajo që duan t'ja japin brezave të rinj. Arminora, si e sheh ti nga këndvështrimi një arsimtare të rjetën vazhdimisht se të kemi pjesë të përfaqësosh edhe këtë pjesë të sistemit? Si e sheh sistemin arsimor në Maqedoninë e Veriut? Nuk ka shumë kohë që edhe ke dalë vetë nga ky sistem, edhe si e sheh edhe nga studimet, por edhe sot nga profesioni që ke? Ka ndryshim shumë të madh, duk shumë të madh. Tani kolegja është me shumë eksperiencë, të i kaluar të gjitha fazat, po ato fazat e ndryshimeve unë i kam përjetuar si nxënëse. Tani kam ardhur sikur me një material të përgatitur. Ka përmirësim shumë të madh prej kohës kur kemi qenë ne si nxënës, vetë se jemi drejt modernizimit, por mendoj se ende ka hapësirë për zhvillim dhe përmirësim. Sidomos, besoj se ka shumë nevojë që të përmirësohet pjesa e zhvillimit profesional të mësimdhënësve, siç u përmend edhe më herët, duhet të trajnohemi për pjesë të ndryshme, e posaçërisht e pjesa kur kemi punë me fëmijë me nevoja të veçanta. Tani përballemi çdo ditë me këto. Na duhet ndryshim edhe në këtë pjesë. Shumë e rëndësishme kjo, edhe kam diskutuar vazhdimisht në emisionet e mia se sa e vështirë është që të kesh fokusin në shumë aspekte të ndryshme. Zonja Rabie, çfarë duhet përmirësuar konkretisht që shkollat jenë më efektive për nxënësit sot, nëse kemi një apel për t'i bërë Ministrisë së Arsimit ose të kemi një ndryshim konkret që duhet të ndodhë? Do të filloj prej ke aplikimit të reformave, sepse një ndër to është edhe me ngarkesa ka shumë, por ka edhe anë pozitive. Një ndër mendoj lëshimet që bëhen, aplikohen ose futen sistemet arsimore, konceptet e reja, pa mos u pilotu. Për të përgëzuar në konceptet e reja tani, ka pas edhe mësimdhënëse, dhe me thënë, për përpilimin e programeve janë thirrë edhe mësimdhënëse ku ka ndodhur për herë të parë të marrin pjesë mësimdhënësit në hartimin e programeve. Kjo duhet jetë një pikë shumë kyçe, Po, se ato e përjetojnë çdo ditë dhe janë pjesë. Prandaj kjo është për ta përgëzuar, por sa është marrë mendimi real i tyre, nuk e di, ju them të drejtën, por e njoh disa mësimdhënëse që kanë qenë. Por këto, sikur të mendoheshin, jo në kohën e pandemisë. U bën një reformë shumë e shpejt, ku ne kaluam në një luftë. Tani për digitalizimin më kujtua edhe ajo pjesa e digitalizimit në mësimin online. Një ishte sfit për të dyja palët. Në vetvete, ishte sfit edhe për ne, edhe për nxënësit, edhe për krejt, ishte diçka që humëm edhe familjar, po kaluam edhe sfida të ndryshme, dhe kjo ishte koha jo e përshtatshme për mendimin tim. Është desht për një vit të punohi për atë, të pilotohi, po të bëj jo për një vit, po jo vetëm për vitin e 4 dhe të parën, po të bëj komplet. Sistemi në Republikën e Maqedonisë ndahet në 3 nivele, më thënë, cikli i parë, cikli i dytë dhe cikli i tretë. Ndryshimet filloshin 1, 2, 3, edhe të përmbylli aty. Pastaj të filloshin 4, 5, 6, përmbylli. Kur e kompletoheshin një cikël, të realizohi një pilotim.
Pastaj detektoheshin anët pozitive, anët e forta, mos them anët negative, po hendeqit, në të cilët duhet të përmisoheshin dhe pastaj të aplikohin e të re. Po para se mu apliku një ndër sfidat, ose sido që ta llogarisem, është trajnimi në simdans. Ne kemi qenë gjenerat e parë dhe trajnimet tona janë mbajt dikun 3 ditë. Ndoshta fati imi mirë, e kuptova krejt pjesën e trajnimit, po ka mësimdhënësit të cilët kanë pas shumë vështirësi në përpilimin e programeve, ka edhe ende mësimdhënëse që nuk e kuptojnë realizimin e standardeve brendore mësimore. Dhe kjo është një nga ato që duhet përmisuar, është një barë për mësimdhënëse në jetë, nuk e kupton. Pra trajnimet të bëhen para si që bëhen, por jo një ditë, dhe zjase 2-3 ditë. Pastaj të bëhet një trajnim në një gjysmëjetor. Përsëri, ku hasin vështirësi mësimdhënësit, cila është ajo barierë të cilët ato kanë nevojë për ndihmë. E dyta, mungojnë këshilltarët. Në Republikën e Maqedonisë kemi shumë pak këshilltare shqiptare. Tani, të vjetë të këshilloja, apo të vjetë të hospitoje. Duhet të ketë më shumë këshilltare, që të kenë ku drejtohen mësimdhënësit, për çfarë kanë nevojë, për çfarë duhet përmisohen. Pastaj kemi devijova ndoshta nga pyetja. Jo, shumë e qartë që më thënë. Mbi ngarkesa e mësimdhënësve. Unë shemu, po të isha ministresh, do të bësha një programe do t'i bësha të unifikuara në nivel komunal. Edhe përgatitje ditore, teknikat, tireshin disa mësimdhënës për klasën e parë, 2-ën, 3-ën dhe t'i punojshim. Një vit do punojshim. Pastaj, nëse unë 60% të punës, sepse në mësimit klasore kemi shumë të vështirë, marrim klasën e 2, pastaj 3-ën, ose parën, 2-ën, 3-ën, çdo vit t'i ke ndryshime, çdo ditë 5 përgatitje ditore. Skica javore, shembull, është risi, do të bësh skicën javore, pastaj 5 skicës javore, do të bësh skicën ditore. Do të bëshim në nivel komunal, do të shpërndaheshin materialet, do të bëheshin teknika, 50 teknika, nëse ne mblidhena, me njëherë i bëjmë 50 teknika. I shpërndaheshin teknikat, kështu mund ta lecojmë veten tonë, nuk na lecon dikush tjetër. Pastaj, nëse unë kam modelin, e modifikoj, se pëlqen aktiviteti yt, e ndroj aktivitetin, bëj një aktivitet tjetër. Dhe mirë, po 50% punës do ta kem të kaq. Dhe atë do kisha fokusin tek nxënësi, jo tek pjesa administrative. Ne jemi bë administrator. Nëse unë shemë ndodhë ri 4 orë, se ndonjëherë tuan mësimdhënës se shkojnë 4 orë në punë, jo. Së është e vërtet, 8 orë nuk ndali. 8 orë, 12 orë ndodhë deri në mëngjes, duke u përgatit për diçka që unë në vërtet e kam sfidë, diçka që është e re. Ti ke bë, duhet prap ta përmirësosh kështu me radhë. Derisa të adaptohesh. Jo, sene që ka sfida edhe shumë të tjera. Ju thash sfida, se jem fokusu tek fjala sfid, po... Sfida janë edhe këto. Po, sfida janë. Arbënora e përmendje edhe më herët që kjo puna e mësimdhënies nuk është që të përfundon me orarin e punës, po të ndjek edhe në shtëpi edhe e ke me vete gjatë gjithë kohës. Po i përmendëm edhe plan programet. Sa janë efektive dhe sa janë kualitative programet mësimore që kemi në shkollat tona tani, sipas teje? Po, vetëm se ishim duke i përmendë gjatë gjithë kohës që kemi shumë ndryshime në plan programe, janë efektive derisa punohet tamam si duhet, por prap besoj që duhet të ketë bashkëpunim. E para, ne si mësuese të reja të marrim ide nga mësueset që kanë më shumë eksperiencë, por edhe bashkëpunimi ndërsjell, që të bashkëpunojmë të arrim një sukses të realizojmë ato plan programe që janë ofruar. Mos i marrim sikur vetëm të servuara, i ka bërë dikush tjetër, janë në rregull, do punojmë. Duhet ndonjëherë edhe ne vetë të shohim nëse ka diçka që duhet të përmirësohet apo me të vërtetë duhet të vazhdohet të punohet me aq që na është sjell. Këto janë procese që duhet jenë të mirë menduara dhe jo vetëm t'ju plasohen mësimdhënësve dhe të mos kenë efekt real. Para se të vazhdojmë tutje në pjesën tonë të fundit, do të shkëputemi shumë shkurt edhe për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish së bashku, qëndroni me ne. Jemi sërish së bashku në këtë pjesë të fundit të emisionit. Zonja Sapria, dua të di cila është ndoshta momenti që si mësues vetëm ti mundesh ta kuptosh nga përvoja në klasë dhe nëse do të kthehesh pas në kohë, a do ta zgjedhje prap këtë profesion? Momenti që vetëm ti e vren në klasë janë ndjenjat e nxënësve,
ato mimikat, shumë sende janë që ti i vesh në, po, tek përjetimet e nxënësive. A do t'i kthehesha profesionit përsëri, si mësimdhënëse besoj se po, meqense është ulë vlera e mësimdhënësve, por dashuria që falin nxënësit, përkushtimi misionin që kemi, do ta zgjidhsha përsëri. Do të ndërlidhem prapë të kjo çfarë bërejmë në klasë. Ne jemi ato faktor kyç që mund të vërejmë shumë sende në klasë, se tu të kalova ke kjo pjesa tjetër. Por ne jemi ato, një shpesher u them, që pilotojmë ose shtyjmë nxënësit se çka, sepse ti detekton, ti ajo që ka 20 minuta çdo ditë i kalon me atë nxënës, veçanërisht në ciklin e ulët 4 vite, 5 vite me atë nxënës, dhe tamam ti vëren në klasë, për çfarë mund të orientohet ky fëmijë, çfarë të menduarit kritik ka, ku është i talentuar, ku ki mund të arrijë në jetën të përparoj. Shpeshherë kolegëve të mi u them, mos i shifni nxënësit në klasë, shifni jashtë klase. Çka do të thotë kjo? Jo tani sa janë fëmijë, po shife kush do të jetë në të ardhmen. Jashtë klase, ku mund ne ta orientojmë te? Ku mund ne ta pajisim, ta forcojmë, ta zhvillojmë në të menduarit kritik, në shkatësi, në shprehi, që të përgatisim për jetën e tij. Çfarë kanë fituar dhe çfarë kanë humbur nxënësit sot, krahasuar me ndoshta brezat e kaluar që i keni pas në dorë dhe kanë kaluar? Unë kem pas edhe brezat e jua, moshës suaj, por mendoj se kanë humbur pjesën e teknologjisë. Kjo është, sepse tani këto fëmijët që është pjesa e teknologjisë me zhvilluar dhe marrja informatave është shumë e shpejtë. Krahasim me gjeneratat tuaja, ka qenë informacion vetëm libri, apo bibliotek, apo në familje nëse ke pas për të marrë ndonjë informacion shtesë, gazeta, për të punuar një projekt, ndërsa tani vetëm me një klikim informacionet janë të bollshme. Çka kanë humb tot gjeneratat e tashme, humbin lojën që është shumë e rëndësishme. Ju keni fituar, keni pas lojën. Kreativitet më të shtuar. Kreativitetin e keni pas, socializimin e keni pas. Një ndër to që janë kyçe për një shoqëri. Socializimi në nxënësve është sende shtyr, duke u socializuar, duke bashkëpunuar, duke krijuar aktivitetet në ndryshme, edhe tani punojnë në grupe, por socializimi dallohet. Çka dallon tjetër? Dallon fjalori i nxënësit, më besoni. Ndoshta atëherë nuk keni ditë shumë fjalë, flas për nivel më të lartë, jo vetëm në qytetet e urbane dhe rurale. Ndoshta fjalori i nxënësive ka qenë me i ulët. Tani nuk është edhe ai, për shkak se fëmijët më shumë dinë anglisht se dinë në gjuhën shqipe. Dhe duhet shumë punohet për të arritur nivelin e kulturën e të shprehurit tek nxënësit. Ndërsa tek ju atë që e keni krijuar është rrit, ka vazhdu në mënyrë të vazhdueshme të rritet. Gjenerata juaj, sa më kujtohen, tani duhet t'jenë, sa dolën të Shqipërisë programet, bank, këto, dhe mbaj mend, ato nxënës, çfarë tregim të përallash bëshin, çfarë oratorie kishin për se lexojshin lektyrat, shiqojshin edhe përralla shumë. Tani nuk i shiqojnë edhe përrallat, shiqojnë anglisht. Sende dhe fjalori është i vubek. Loja, socializimi, ju thash, të menduarit kritik, duhet shtym të mendojnë, sepse në një ekran të vogël i shef shumë sende. Edhe kufizohet. Kufizohet. Më pas ka marrë malli të dëgjoj vlerësime për një mësues, po ndihem shumë mirë tash. Arvnora, çfarë mesazhi do t'i japësh të gjithë nxënësve to edhe të tjerëve sot si një mësimdhënëse, se nuk dyshoj se ke shumë para ekranit që ndjekin arsimtarin e tyre të preferuar. Çfarë mesazhi ke për to, por edhe për të gjithë kolegët e tua, të reja, edhe pse jo, edhe tek ato që kanë më shumë përvojë. Çfarë do t'ju thuash? Tani për nxënësit mundohem që çdo ditë
kur mbajmë orë muslimanit të përcjellim një mesazh në fund të ditës që t'i ndjek në të ardhmen e tyre. Besoj që jetojmë në kohën ku vetë se po vjen një brezgjeri edhe i mësimdhënësve, jo vetëm i nxënësve, ata mund ta kenë shembullin më të mirë në klasë, kur shohin se dikush në moshë të re ka arritur të ushtrojë një profesion të caktuar, domethënë na shohin neve, duhet të krijojnë atë vetbesimin e tyre që edhe ata një ditë mund të bëhen në çfarëdo profesioni që ëndrojnë të shkojnë. Domethënë pika kryesore mendoj që është ngritja e vetbesimit për secilin nxënës dhe të kenë të qarta ide dhe ëndrat e tyre sepse patjetër që do të realizohen. Kurse sa i përket kolegeve të mia, mësimdhënëse, ju uroj që të vazhdojnë të punojnë me këtë motivim dhe pasion që kanë dhe mos të mungoj bashkëpunimi asnjëherë, siç e përmenda dhe më herët, bashkëpunimi mes gjeneratave të reja dhe atyre që kanë më shumë eksperiencë, që na bën të shkëmbejmë eksperjenca dhe të marrim mendime për të perfeksionuar atë që e bëjmë. Jemi edhe në fund, nuk na premton më fare koha që ta vazhdojmë tutje këtë bisedë. Nga ju vetëm që jemi të këshillat shumë shkurt, do ta marr një këshill për të gjitha arsimtarët e reja, mësimdhënësit e reja që sapo kanë hyrë në këtë profesion. Çka do t'i këshillosh? Mësimdhënësit e reja i këshilloj që të vazhdojnë ta duan punën e pasion, sepse janë të përgatitura, janë informacionet mund të marrin ku të duan, mbështetjen besoj që do kenë, kanë edhe mentore. Nëse duan profesionin, do të arrin atë qëllimin e tyre, si që ta edhe kolegja të kenë qëllim, të kenë vizion dhe ku duan të arrin, pse punojnë këte dhe të përmbushen atë që e bëjnë. Se në fund të fundit, në mbrëmje kur bie të fleshë qetë, është një kënaqësi shpirtërore. E ka arrit atë qëllimin e ditës që e ke para pa. Dhe kjo është ajo, pa marrë parasysh vlerësimeve të tjerëve, nuk dua të ndikohenim nga të tjerët, se krahasim për plasje gjenerata shka pas, do të ketë gjithmonë, por ju jeni ato që shkëlqeni në arsim. Ne mplakemi, ju jeni ato që do të vazhdoni karrierën e bujshme dhe ju uroj shumë sukses. Faleminderit shumë për të gjithë këtë bisedë shumë të këndshme, shumë të bukur që realizuam deri më sot, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe juve, kënaqësi edhe për ne. Faleminderit shumë.